para 15 ditë zhej, Berisha ka qenë me një grup, që unë nuk e mora vesh çfarë përfaqësonin, sepse u fut në konjunkturat e grupit parlamentar të Partive Popullore në Strasburg, dhe bërë një takim. Takimi në atë grup parlamentar të Partive Popullore ishte organizuar nga fraksioni grek i atij grupi. Një, bëri dhe inicioi një komision të posaçëm për gjendjen në Shqipëri. Këtë kisha parasysh kur thash doli nga rrethimi. Ja, do t'i them se do bëj analizën me radhë. Takim, komisioni posaçëm flak mbledhës në Strasburg, i organizuar nga faktori grek. Dhe e treta që ishte më rëndësishme, pati një takim me presidentin e Asamblesë Parlamentare të Parlamentit Evropian. Kush ishte presidenti? E dini? Këtu u programua dhe u shpall me të madhe që Berisha u çlirua dhe ju hapën dyert. Kush ishte kryetari tani? Kryetari është deputeti shtati në demokracisë, sot aktualisht është presidenti i Asamblesë Parlamentare. Dhe në Shqipëri nuk u tha që e priti deputeti shtat, pra kolegu i Belerit, po u tha e priti kryetari i Asamblesë. Dhe në Shqipëri kur thua e priti kryetari i Asamblesë, çfarë ndodhi në këtë raste? Se do shohim rezultatin. Rezultati ishte, përveç takimit që doli me të fotografi, grupi parlamentari Partive Popullore nuk doli me në një rezolut në mbështetje të gjitha sa lëvizje. Pra pa të badenin. Mëtej, komisioni fakt mbledhës, sepse duhet dalë tek Labani, se nuk po i them kot, po i them që do të thot, komisioni fakt mbledhës nuk doli, jo me rezolut, pas nuk ndërtoj as komision fakt mbledhës. Që do të thot, gjithë lëvizja e Berishës, për interesat e ngushta të tilla që po e fut Partinë Demokratike në probleme tani, po e fut Partinë Demokratike, dështojnë Evropë. Pra Evropa nuk i dha absolutisht... Po se dështoj, kjo që shton ti në kuptohet. Dhe njerë tribunën e Berishës do shifni që në mbrapa është një nga figurat më kryesore të Partisë Demokratike në Vlorë, i cili për i vërtetës për mua është njeri i nderuar, po shifeni sa i stikletosur, sa i është patriot. Për Bujar Leska. Dhe nuk ka qenë shifeni çfarë skeme është ai. Ai është patriot i vërtet edhe pse është i djathtë. Edhe unë jam nga ata që... Dhe shifeni çfarë sikleti e vendos ai partia dhe ka një gjë që ai thot Beleri është i djathtë. Beleri është përfaqësuesi i grupeve më anti-shqiptare, ekstremiste.